Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 8, data 8 korrik, 2026. Si ditë e mërkur, dita e mërkurit, ku na mëson shumë gjëra. Pas kthimit të Neptunit në retrograd, kjo ditë ka një atmosferë më të brendshme dhe më reflektuese. Dita që kërkon përgjigje të menjëhershme nga jashtë, është më shumë ditë për të kuptuar çfarë po ndryshon brenda nesh. Mërkuri vazhdon të jetë në retrograd në Gafore. Prandaj temat familjare, që do të thotë emocione, do të thotë nga e kaluara, do të thotë marrëdhëniet afërta mbeten aktive. Në të njëjtën kohë, Marsi në binjak vazhdon të mbaj mendjen në lëvizje. Prandaj duhet kujdes të mos përzihemi dhe jo vetëm kaq, por konfuzioni emocional me nxitimin që neve mund të kemi. Ndikohen më shumë shenjat siç është Gaforia, Briciapi, Dashi, Peshorja, të dhjetëdiçit të tretë, ose Mërkuri, kur kemi Mërkurin në retrograd, ndërsa Dashi, Gaforia, Peshorja dhe Briciapi të dhjetëdiçit të parë ndjejnë më shumë këtë ndikim, sepse ka të bëjnë me ndjeshmërinë, ndershmërinë, kujtimin, paqartësinë, rikthimet në tema të vjetra ose nevoja për të bërë diçka të re në përgjigjet apo në çështjet përfundimtare. Dita është e mirë për të rishikuar plane familjare, për të kontrolluar dokumentet, për të folur me qetësi, për të bërë një terapi, për të marrë me gjërat tona të brendshme të shpirtit ton, jo të ndikohemi nga të tretët. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi. Për marrëdhëniet në ditët që mund të ndikojnë, është një diçka në marrëdhënie pune, në marrëdhënie ekonomike, në marrëdhënie financa, kërkojnë kujdes, sepse disa premtime që mund t'ju bëhen nuk janë të qarta, edhe kjo mund t'ju prishi pak atë ekuilibrin tuaj, atë mënyrën se si juve shpreheni, mënyrën se si juve i bëni gjërat. Por unë do t'ju thosha që sado që t'jenë gjërat të vështira, sado që juve të keni mundësinë e periudhave dhe të ndryshimeve, është një nga momentet më të arta që do të keni tani tutje, sepse bisedimet, ndryshimet, karriera, mundësia janë të juajat dhe duke pasur parasysh kohën dhe ndryshimin që do të keni tani tutje. Tani, para se të filloj me parashkimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrolog.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi dhe doni. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, shkoni direkt tek sekretaria dhe aty pastaj mund të shikoni se si funksionon shërbimi. Sepse do flasim nëpërmjet kur të keni dërguar emailin, ne flasim në Viber apo në WhatsApp. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt përshëndetje me juve, e doni dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për dërguar mesazh. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit duket se kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese dhe mërzatuese në fakt. Por megjithatë, edhe pse keni mundësinë dhe periudhën e duhur në lidhje me takime, në lidhje me vendime, por unë do thosha që nëse keni mundësinë të anashkaloni disi gjërat, jo të jeni të prerë me thik, se nuk është në anën më të mirë të mundshme, duhet të bëjmë pak lëshime. Është në mirën tonë, është diçka që vërtet ka të bëjë me çështjet e karrierës dhe jo vetëm. Por gjithsesi, është momenti, është periudha dhe gjërat e duhura në ekonomi dhe në stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me dëmt të dhjetëdiçit parë, me ujorët e dhjetëdiçit tretë është perfekte dhe një mundësi mjaft e mirë e artë ndikohet dhe rregullohet në anën tuaj. Por gjithashtu, edhe pse kjo periudhë është periudha e rëndësishme ekonomike, është periudha që vërtet juve ndikoni në anën tuaj dhe është mundësia që do të shikoni gjërat të rregullohen dhe jo vetëm kaq, por do keni dhe mundësinë e punës suaj për sa i përket ekonomisë dhe stabilizimit tuaj. Por gjithashtu ka një mundësi shumë të mirë. Kjo ditë e mërkur të datës 8 na mëson shumë gjëra për 1000 arsye. Dhe koha ka treguar që vërtet jeni me fat, vërtet keni mundësi që juve të realizoni gjërat në kohën e dur dhe në momentin perfekt të anës suaj. Por gjithsesi kërkohet vëmendje. Dashuria me Briciap është diçka e mirë, por dash me dash të diçka e dytë ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Por juve të shenjës së Demit duket se është një nga periudhat më të mira të mundshme, stabilizimi, gjërat që do të keni mundësinë edhe në ekonomi, por edhe në vazhdimsi, sepse në lidhje me vazhdimsinë e keni mundësinë juve dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë, do të arrihet diçka e madhe në fushën tuaj, në anën e pozicionimit të planeteve, sepse ka diçka shumë të rëndësishme në anën tuaj, ka diçka shumë të rëndësishme, diçka që
vërtet kjo mbetet për të parë për arsye të ekonomisë të punës suaj, por edhe diçka shumë e rëndësishme në favorin tuaj. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të rrjedhit shqiptar, me ujorët e rrjedhit qytet, është perfektja dhe mundësia shumë pozitive e rëndësishme për kohën dhe momentin që keni, për kohën që ndryshimi që do të keni dhe duket se i keni të gjitha mundësitë mbi zgjidhjen e problematikave të ndryshme që juve do të keni tani e tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e rrjedhit qytet është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakët të dashur, duket se kjo një nga periudhat më të ndikuese dhe më rrezatuese në anën tuaj, por gjithashtu ka një ndikim shumë të mirë për anën ekonomike financiare, ka një ndikim që tani për tani do keni disa ndryshime të vogla, por këto janë ndryshime rutinxhe, nuk është se juve ju prish punë ose juve keni pasur disa probleme nga e kaluara dhe i leni gjërat aty ku duhet. Por unë do thosha që edhe si periudhë, por edhe si kohë është mjaft ndikuese dhe shumë rrezatuese në gjërat që doni të bëni, por dhe periudhat ku ndodhin fenomenet është momenti juaj më i mirë i mundshëm dhe i zgjidhshëm në farë mënyre. Çfarë kemi të bëjmë neve? Ne ku nisemi diçka me qef ose kemi mundësinë ose kemi gjërat që do të duam të ndryshojmë, në të vërtetë ndryshojmë. Është koha mjaft fantastike dhe shumë e rëndësishme për jetën tonë dhe vazhdimsinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Meqense gaforret anashkalojnë disa debate, disa debate që edhe si periudhë, por edhe si kohë, është mjaft ndikuese korrekte nga ana juaj. Por ju jeni korrekt sepse keni disa mundësi, disa periudha të arta, ekonomike, financa, biznesi, por gjithashtu nuk janë çështje që se si juve i bëni gjërat ose se juve arrini të konkludoni me çështjet ekonomike, financiare, të nisni diçka në fushën e karrierës suaj, por gjithashtu ka të bëjnë me një takim. Ky është një takim mjaft i rëndësishëm, është një takim që vërtet juve stabilizoni ekonominë tuaj, stabilizoni gjërat që do të keni me anën e biznesit tuaj, me karrierën tuaj. Me lidhje me karrierën sidomos ka diçka shumë të rëndësishme, edhe pse duket ndikuese, duket diçka që vërtet juve mësoni shumë dhe keni një të drejtë madhe, por kush ua di, është një kohë që juve vërtet e keni në dorë për gjërat që do të bëni, për gjërat që do të keni të mësoni shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, sepse një nga mundësitë janë dhe periudha që ndodhin këto fenomene, por koha dhe ndryshimi më i madh që do të keni në fushën e dashurisë, në fushën e vazhdimësisë të jetës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të rrjedhit shqiptar, me ujorët e rrjedhit qytet është perfektja dhe jo problem. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Me luanët, për luanët duket se kjo periudhë, sado e vështirë është, sado keni bërë shumë, por a keni zjerë gjë në dritë, sa duash. Luanët kur nuk dorëzohen, edhe pse kanë të vështirë në farë mënyre, por janë të kujdesshëm dhe shumë të vëmendshëm për gjërat që ata bëjnë. Dhe kjo thotë që tregon punën, tregon karrierën, tregon ndryshime, tregon mundësinë dhe periudhën. Por juve nuk e kanë shenjat e tjera, ju bëni pazare të zgjuara. Çfarë do thotë? Juve bini në ujdi dhe thoni që po, jam gati të përgjigjem kërkesave që keni, por do më thoni realitetin, sepse nëse unë mësoj që juve jeni për t'ja hedhur tjetri, shkatroni veten tuaj dhe jo mua. Dhe kjo është një nga mënyrat dhe mundësitë më të arta që juve keni. Po ta mbani këtë drejtim juve, do arrini majat, siç keni arritur, nuk e diskutoj këtë. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak dhe me gafore, është diçka shumë pozitive në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe ndryshime të mëdha. Çështja shpirtërore me ujor është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Çfarë ndodh me virgjëreshat dhe pse virgjëreshat janë të ndikuara këtë periudhë dhe këtë moment që e keni? Është një nga momentet më të mira për sa përket arsyes ekonomike, për sa përket asaj çka jemi dhe kemi, se ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë. Pozicionimi i planeteve që është, ose në atë pozicion që ju keni, është edhe momenti mjaft i mirë. Sepse nga periudha që ndodhin fenomenet, momenti dhe koha tregon që jeni me fat. Është një moment shumë i artë,
në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një ndryshim shumë të madh, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse i keni gjërat në vijë juve dhe është një mundësi shumë e mirë tani për tani. Çështja shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me shijetar është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Me peshore duket se tani për tani keni zgjidhur gjërat, pozicioni i planeteve është mjaft pozitiv, keni një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Luan, keni një ndikim shumë të mirë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Për akrepët i ditësit të tretë kanë disa mundësi, por mundësia më e lartë është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Një nga ndikimet që kanë bënë me punën, me karrierën, me vendime që merren, është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm, sepse stabilizimi është ajo që ju bën të ndjeni mirë, periudha është ajo që jeni në kohën tuaj, në momentin tuaj më të mirë të mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me virgjëresh dhe me dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa i përket shigjetarëve, meqense shigjetarët duket se kanë një mundësi, kanë një kohë përcaktimi në anën e tyre, në veprime dhe vendimet tyre. Ju shikoj mund të ruani nga shumë gjëra, sepse janë disa njerëz që nuk rrin dot pa ndërhyr, pa dashje, sepse po të shikoni, e keni parë dhe vet, por është një mundësi shumë e mirë për stabilizimin. Është një mundësi shumë e mirë për takime dhe gjëra të rëndësishme që do të keni tani tutje. Por meqense juve jeni shumë të ndikuar në këtë periudhë dhe keni edhe disa mundësi tjera për të rregulluar, për stabilizuar jetën tuaj në vazhdim, është koha që do shikoni vetë të bëni gjërat që doni juve dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë, pozitive në ndryshimin tuaj dhe në kohë koherent me atë çka bëni dhe mundësitë të tjera që do të ndikojnë tani tutje. Jeni të paqshëm, kërkoni paqe, se gjithmonë shigjetarët e kanë pas të gjë, nuk ose e kanë bërë sot, por gjithsesi periudha është mjaft e mirë. Dashuria me binjak është ndikimi më i mirë i mundshëm. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Me britsjapët duket se kjo ditë e mërkurë është një ditë që vërtet u jep punësinë dhe kohën e duhur për zhvillime dhe ndryshime, vërtet është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për të bërë ndryshimin e duhur, ekonominë, stabilizimin, konkretizimin, mundësi të arta në punë dhe në karrierë. Kurse në çështjet e dashurisë, edhe pse ka të bëjnë me disa çështje të lëna pezull dikur, sepse britsjapët ndikohen jashtëmase në anën e tyre në lidhje me disa vendime që mund të marrin, por janë vendime rutinë nganjëherë, sepse lidhen edhe me anën ekonomike financiare dhe me disa çështje biznesi. Këta e kanë. Por vazhdimësia duket e mbar dhe shumë pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me virgjëresh është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Me ujorët kemi, themi, mundësi, rëndësi ekonomike financiare, disa ndryshime të pandashme të atë çka bëhet, të atë çka është dhe mbetet. Është një mundësi shumë e mirë gjithashtu, për sa i përket arsyes punës, për sa i përket karrierës, për sa i përket mendimeve, sugjerimeve, mundësive, çështjeve korrekte që ka të bëjnë, është mjaft ndikuese dhe shumë rrezatuese për gjërat që keni, për gjërat që juve jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe një nga stabilizimet dhe çështjet konkrete që do të keni tani tutje është një moment mjaft i mirë dhe tepër solid për punën tuaj dhe për karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Gjithashtu ka një ndryshim shumë të madh mes asaj që është realizueshme, mes asaj që është e ndikuar në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshqët dashur duket se çdo gjë kërkohen përmirësim. Çdo gjë shikohet në detaje. Por meqense keni një mundësi juve shumë të rëndësishme, juve të shenjës së ujit, si jeni juve të shenjës së peshqeve, duket se ka të bëjnë shumë edhe me ndryshime dhe me ndikime të mëdha dhe ju favorizon shumë qetësia, kujdesi, financat dhe gjithë to janë ndikime të mira për juve. Por kjo ditë është diçka që për vlera të mëdha nuk do thosha që të nxitoheni, prandaj bëni pa kujdes në këtë aspekt, do jeni më mirë për juve. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bënë me Dem dhe me Akrep të ditës së tretë është perfektja. Këto ishte pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 8 korrik 2026. Por nëse dëshironi për më tepër, astrologu.al, faqja roz shkon atje.
dhe atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi. Duke pasur parasysh çështjet madhore ose çështjet ligjore ose lidhjet, njohjet, gjithçka dëshironi, mund shkoni në sekretaria, të dërgoni një email dhe neve t'ju flasim se si funksionon shërbimi në Viber apo në WhatsApp. Por do dërgoni emailin më parë që neve të komunikojmë me juve. Por juve që doni që parashikrimet e detajuara, atëherë butonin që keni atje, e klikoni dhe më pas mund të dërgoni mesazhin në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve. Dhe do futemi jo vetëm fuqishëm, por do shikoni shumë gjëra të tjera, por jemi duke punuar për diçka më të mirë. Jemi duke punuar për gjëra që neve të jemi më përpara se çdo gjë, sepse në parashikimet ju dini shumë mirë, sepse Jorgo nuk pret të dalin parashikimet nëpërmjet interneteve, por parashikimet unë i bëj vetë dhe ju e keni parë dhe kuptoni këtë gjë. Nga Unë Pulla, më të mirë një uroj. Gjithë mirë.